Kjo video është për të gjithë ata të cilët vuajnë nga përndjekja dhe padrejtësitë që njerëzit nëpërmjet kurtheve dhe intrigave bëjnë kundër tyre. Zoti Jezus thotë, ka parë çdo fjalë, çdo kurth, çdo padrejtësi që është bërë. Fjala e Perëndisë në Bibël thotë këtë dhe kjo është fjalë e Zotit për ty. Fjala e Zotit thotë çdo gjuhë një ditë do të përkulet përpara Krishtit. Dhe ti miku im i çmuar, ti që përndiqet dhe padrejtësitë bëhen kundër teje. Ti një ditë do jesh në krahun e Zotit Jezus dhe ti do shikosh këta njerëz nëse nuk pendohen, që do të jenë të përkulur dhe gjunjëzuar përpara Krishtit dhe do të dëgjosh këtë gjë që Jezusi do ju thotë. Largohuni nga unë në zjarrin e përjetshëm, atje ku është djalli dhe demonet e tij. Ndaj miku im i çmuar, unë të inkurajoj duke të thënë, mos ki frikë, qëndro, Zoti ka parë çdo dhimbje, çdo lot dhe çdo fjalë që është thënë kundër teje. Paqja e Zotit qoftë me ty.